Kur emigron në një vend të ri, ke dy mënyra për të zgjedhur. Ose të presësh që jeta të t'jap një mundësi, ose ta krijosh vetë mundësinë. Bianca Collici erdhi në Shtetet e Bashkuara të Amerikës si shumë shqiptar të tjerë me një valixhe të dorë dhe me ëndra në zemër. E nisi çdo gjë nga e para. Ashtu siç fillojnë të gjithë emigrantët e vërtet, me punë të palodhur, me durim dhe me dëshirën për të ndihmuar komunitetin shqiptar. Punët e para ishin në kujdesin e drejt për drejt të moshuarve, ku mësoj me duart e veta se çfarë do thotë të kujdesesh për një njeri në momentet më të brishta të jetës së tij. Atje unë përballa me shumë sfida, por mora dhe shumë njohuri. Dhe një nga njohuri që vërtet e ndjeva që ishte gjëja më elementare dhe më e rëndësishme, ishte si të përballoneshin inshurenca shëndetësore. Inshurenca shëndetësore është gjëja më e madhe që nëse një person nuk e ka këtë, nuk funksionon edhe hyrja në për këto shtëpitë e pleqjve, nuk funksionon hyrja te për doktorët. Dhe atje unë e gjeta vërtet një pasion dhe isha me fat që e kapa dhe kuptova shumë mirë këtë proces. Dhe u fokusova te ky proces dhe ndjeva që shumë persona, sidomos komuniteti jon shqiptar, kishte nevojë për dikë që ti ndihmonte ose ti tregonte rrugën që vërtet ka mundësira që të gjeni këto inshurenca shëndetësore, që të vini dhe të kontrollojeni nëpër doktora dhe të merrni shërbimin e duhur. Ka inshurenca, siç e përmenda më përpara, me kosto të ulët, plus edhe pa kosto, sepse shumicën e rasteve unë punoj me klientë që janë me të ardhura të limituara dhe këto nëse një person e fiton këtë lloj inshurence, që quhen Medicare Advantage, këto lloj inshurencash janë edhe pa kosto për ta. Pastaj ka inshurenca shëndetësore në Massachusetts që një person është me aftësi të kufizuara ose me të ardhura të kufizuara, ka inshurenca që siç e përmendam përpara, Medicare Advantage, ka mass health standard, ka mass health limit, varet në moshat që personi, domethënë moshat saktuara. Po. Medicare A dhe B, siç e dim që është domethënë inshurenca federale e Amerikës, e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, është një inshurencë që i ofrohet çdo personi mbi 65 vjeç, që është shtetas amerikan, që kanë mbi 5 vjet në Amerikë me green card, ose për persona që janë 21 deri në 64 me disability të kufizuara. Mass Healthy është inshurencë shëndetësore e shtetit të Massachusetts, ose në përgjithësi quhet Medicaid. Përfitojnë mass health standardin ose përfitojnë mass health limit. Domethënë nëse vitin e parë ata vetëm me një letër deklarate që theshin që unë nuk kam të ardhura të mjaftueshme, domethënë e kualifikonin një person, tani çdo gjë duhet me prova. Dhe kjo zjatën për momentin, domethënë është verifikimi shumë i fortë në këto momente. Shumica e shqiptarëve që ti jenë kontakt dhe të kontaktojnë për të kërkuar ndihmë, a preferojnë t'i çojnë prindrit të moshuarit, sidomos kur janë në gjendje të rënduar dhe kanë nevojë për kujdes 24 orë, 7 ditë në javë, ndërkohë që fëmijët e tyre punojnë. Tani nëse bëj një balancë, i preferojnë që t'i mbajnë më shumë në shtëpi dhe ju bëj thirrje që nuk është mos e lodhni veten në një mënyrë që domethënë jo ta urreni personin që ju po kujdeseni, por domethënë që të mos keni dhe aq më keqardhje për ta, sepse normale kur një person ka nevojë 24 orë shërbim, familjarët të gjithë janë të përkushtuar ndaj atij personi dhe fillon lodhja, fillon acarimi, fillon shumë gjëra, edhe kujdesi nuk do jetë më 100% siç ka qenë, Food Stamps është një program ushqimor që ju ofrohet personave me të ardhura të limituara. Kjo nuk ka limit moshe. Fëmijët e përfitojnë nëse prindit janë me të ardhura të limituara, të moshuarit, persona domethënë të rinj,
të gjitha fitojnë të program nëse të ardhurat tuaja të ardhurat e tyre janë të limituara, normale. Ka gjithmonë një limit. Nuk ka limit moshe. Fëmijët e përfitojnë nëse prindit janë me të ardhurat limituara, të moshuarit, persona, domethënë të rinj, të gjitha fitojnë të program nëse të ardhurat tuaja të ardhurat e tyre janë të limituara, normale. Ka gjithmonë një limit. Dhe pak a shumë kjo punon si ju jepet një kartë si kartë krediti, dhe me atë kartë kanë të drejtë që të vënë të blenë ushqime në shumicën e supermarketeve në Massachusetts. Ta persona që vërtet ka nevojë për këtë ndihmë e përfitojnë. Po shumica e shqiptarëve ne i shikojmë që janë nëpër biznese, janë bërë shumë të suksesshëm në komunitetin tonë, dhe unë po flas vetëm për Massachusetts, nuk kam parë ndonjë person që ta ketë shfrytzuar këtë sistem në maksimum. Thot, mami, kudo që vete në tërë zyra që ne vem, ka vetëm shqiptar në zyra dentistë, shqiptara në për banka që janë bërë, domethënë janë bërë big me poste shumë të larta, ose doktora, ose avokat, unë jam krenar për shqiptarët e Massachusetts dhe e them sinqerisht që nuk kam parë unë ndonjë abuzim të madh në Massachusetts. Siç e thash, më përpara jam shumë krenare për këtë shërbim që unë ju ofroj, edhe që është falas, nuk ka problem, sepse dua thjesht të ndihmoj dhe t'ju jap sa më shumë njohuri komunitetit tim që të bëhemi sa më shumë e më të fortë. Për të parë intervistat e plota të Ilva Tare Talks, sigurohuni të bëni subscribe, abonohuni në kanalin e YouTube dhe qëndroni të përditësuar për episodet të reja çdo javë.